Përshëndetje miq të Histori Tifozësh. Në minutat e vijim do të ndiqni rrëfime të vërteta të historive të tifozërive që i përkasin Tiranës, Partizanit dhe Dinamos. Në këtë episod do të njihemi me Pejana Ailezin dhe dashurinë e saj për ekipin e Tiranës. Kjo dashuri është pjesë e pandare çdo dite të jetës së Pejanës dhe asnjë angazhim tjetër nuk e zbeh këtë tifozëri për skuadrën e saj të zemrës. Juftoj të njihemi më njëherë me Pejanën. Pejana Ailezi është 29 vjeç dhe aktualisht ushtron profesionin e gazetare sportive në RTS Sport. Pejana jeton në Tiranë me familjen e saj, bashkëshortin dhe djalin e saj. Historia e saj e tifozërisë për ekipin Tirana i ka fillimet që në fëmijërinë e saj, por është zyrtarizuar me herën e parë që ajo ka shkuar në stadium në vitin 2008. Rrëfimet e saj janë të veçanta sepse ajo nuk është një tifoze e zakonshme. Cilat kanë qenë sakrificat, përjetimet e emocionet, ajo do t'i ndaj sot me ne. Le të njihemi me historinë e Pejanës. Pejana Ailezi, jam 29 vjeç, u bëra të thoja vi nga Tirana, jam nga Tirana. Edhe në fakt jam tifoze me Tiranën. Nëse do të më pyesni se sa vite kam që jam tifoze me Tiranën, di të them vetëm që kam lindur me Tiranën në shpirt dhe në zemër. Edhe kam përshtypjen po me Tiranën do ta mbyll edhe jetën. Dashuria për të është e pafundme. Jam tifoze e Tiranës që ku kam lindur. Megjithatë në stadium kam filluar të shkoj diku nga viti 2008-2009 se u rrita pak, isha 14-15 vjeç dhe kisha lejen e plotë të familjes time dhe ikja me shoqëri në stadium. Kështu që nga ai vit deri tani nuk jam shkëputur në 90% le të themi të ndeshjeve të Tiranës. Sot do t'rregojmë ato historitë dhe ngjarjet që na ka lënë Bresa për mua si tifoze. Nuk do doja kurrë ta risillja në memorien time, por ja që më duhet ta bëj sërish. Ka qenë 27 maj 2017. Besoj që për gjithë tifozët e Tiranës është një nga datat që nuk do ta harrojmë asnjëherë në jetë. Tirana bie për herë të parë nga kategoria. Pak muaj pas 11 shkurtit të vitit 1920, ku në Kongresin e Lushnjës qeveria e Suleman Delvinës shpalli Tiranën kryeqytet të Shqipërisë, Sport Klub Tirana u themelua në 15 gusht. Ndër institucionet e para të shtetit shqiptar që filluan të funksiononin në 8 vite që prej ndarjes nga sundimi 5 shekullor otoman, u shtua edhe një institucion kulturor sportiv. Gjithsesi, kjo datë nuk shënon zanafillën e zhvillimit të sporteve në Tiranë, të cilat I kishin rrënjët më të hershme. Shumë prej familjeve të nderuara tiranase si Petrela, Leshi, Kokonozi, Fortuzi, Çeliku e tjerë, I linin sipërfaqet e kopshteve të tyre enkas pa punuar për argëtim dhe për të ushtruar në kohën e lirë sporte të ndryshme. Kështu, nëpër të gjitha lagjet e Tiranës lindën shoqëritë e para sportive si Dielmnia, Agimi, Shpresa, Pashovasa, Naim Frashëri, Mojsi Golemi e të tjerë. Nëpër shkollat e Tiranës në ato vite, veçanërisht në gjimnazin e shtetit, zhvilloi një veprimtari e dëndur sportive. Ishte profesor doktor Shefqet Ndroqi, një nga nisëtarët e krijimit të shoqatës Fryma e Re në gjimnazin e shtetit, së bashku me doktor Yusuf Dashi, profesor Abdullah Shehri, profesor Selman Stërmasi, Recep Maçi, Recep Luga e të tjerë. Kjo shoqatë kishte për qëllim zhvillimin e kulturës dhe sportit. E fill pas krijimit të teatrit, u formua dhe skuadra e futbollit, e cila shpejt u bë e njohur në të gjithë qytetin. Një grup djemsh të talentuar u bën baza e formacionit të skuadrës Bardhe Blu të Sport Klub Tirana. Disa familje tiranase që merreshin me tregti ishin shumë të vëmendshme ndaj veprimtarisë sportive të këtyre djemve dhe fal kujdesit të këtyre familjeve u krijuan disa veprimtari midis shoqërive sportive. Orëndreqësit e njohur Tufina organizonin her pas here kupën Tufina, ku fituesi veç kupës fitonte edhe një orë dore të markës Longines.
Të njëjtin gjë bënte edhe familja Gjinali. Bashkë me kupën, fituesit fitonin edhe një kostum stofi të cilësisë së lartë Marzotto. Pikërisht në këtë pikë kulmore të veprimtarisë sportive, ishin pjekur kushtet e duhura që shoqëritë e vogla sportive të lagjeve të bashkoheshin në një klub të vetëm. Pikërisht kjo ndodhi në 15 gusht 1920, kur një grup intelektualësh Tiranas me në krye Bahrie Said Toptani, Stefan Shundin, Anastas Koja, Anastas Shundin, Irfan Gjinalin, Reshat Tafalla, Jonus Tafaj e të tjerë, u mblodhën në kafe Kursal, vendodhje të cilës ka qenë në qendër të Tiranës, gati ballë për ballë me godinën e bankës. Formuan Sport Klub Tirana. Pas këtij akti u hartua programi, statuti dhe u caktua emblema që i kishte rrënjët në bardhë blun e flamurit të Xhakut Toptanas. Të gjitha familjet tiranase, sipas dëshirës e mundësive, kontribuan financiarisht për Sport Klub Tirana. Në një mbledhje tjetër të zhvilluar pak ditë më vonë, nëpërmjet një shkrese të drejtuar bashkisë, konkretisht kryetarit zotit Fuat Toptani, njëkohësisht edhe kryeministrit të kohës zotit Suleman Delvina, u kërkua leja për caktimin e një sheshi ku Sport Klub Tirana do të ushtronte normalisht aktivitetet e veta sportive. U bë mundur nga zoti Toptani dhënia me qira e truallit në Shallvare, një fushë ideale me një drenazhim natyral. Skuadra e futbollit e kushtzuar nga mungesa e zhvillimit të kampionatit kombëtar i kishte paksa të kufizuar veprimtarinë e saj, vetëm me takimet miqësore me skuadrat e Bashkimit Shkodran, Besën e Kavajës, Teutën e Durrësit e të tjerë. Përfshi këtu edhe ndonjë takim miqësor ndërkombëtar me ekipin e Çetinjës të Malit të Zi. Madje takimi i parë i Sport Klub Tirana me këtë skuadër, që është edhe takimi i parë ndërkombëtar i Bardhë Bluve, daton të jetë luajtur në kryeqytet më 31 korrik 1925 dhe ka përfunduar 1-3 për fqinjët e Malit të Zi. Bardhë Blut nisin grumbullimin e trofeve të futbollit shqiptar në vitin 1930 me 6 tituj kampion në 7 kampionatet e para. E më pas, Tirana i rikthehej titullit kampion në vitin 1965. Por edhe sponsorëve të ndryshëm për krahës, Tirana ka ruajtur një vijshmëri të mirë fitoresh e shpalljesh kampion ndër vite. Për fatin tim të mirë, le të themi në thonjë zap, nuk isha e pranishme në Loro Boriçi atë ditë. Zgjodha të mos ikja, sepse dija që brenda vetes diçka do të ndodhte atë ditë. Në fakt nuk e kam besuar deri në minutën e fundit që ndeshja ka përfunduar që Tirana për herë të parë në historinë e saj do zbriste në një kategori më poshtë. Mbaj mend që atë ditë ndeshjen kam qenë duke e parë në një lokal të Komuna e Parisit, edhe sapo ka përfunduar takimi, ka filluar me një të qarë shumë të madhe. E marr makinën për t'ikur drejt shtëpisë, kam qenë vetëm atë ditë, edhe nuk pushoja dot së qarit, teksa në fund kisha vendosur si për t'ia shtuar vetes dhimbjen këngën e Luan Zhekut për Tiranën. Mbërris në lagje, mami vjen shumë e shqetësuar, se dikush më duket i kishte thënë që Peana është në makinë dhe po qan. Vjen sigurisht që e kishte marrë vesh edhe dinte se çfarë kishte ndodhur, sepse ne jemi tifoz familjarisht. Babi nuk tentonte të më merrte në telefon se ma mendja e ka ditur se sa e mërzitur do isha. Kam qenë shumë atë ditë, shkoj në shtëpi, vazhdoja të qarat, dhe të them të vërtetën, mund të duket shumë e çuditshme, por ndjesia që kisha brenda vetes ishte ajo një fatkeqësi shumë të madhe që më kishte ndodhur. Që fatmirësisht familjarët i kisha të gjithë shumë mirë. Po me sa duket, kur ti e do shumë një skuadër, ajo është pjesë e jotja, ti jeton për ditë me të dhe është pjesë e familjes tënde. Mbaj mend që për disa ditë me radhë më kishte kapluar një trishtim shumë i madh, as nuk më bëheshe të qeshja, po ku di unë dilja rrugës edhe më dukeshe sikur njerëzit më shihnin dhe do ma bënin me gisht, ja kjo tifozja e Tiranës, Tirana ka rënë nga kategoria. Në atë kohë u bën shkrimet shumëta, edhe unë pata fatin që kontribova me një prej tyre duke qenë në punë në RTS Sport. Por më besoni që nuk gjeja dot asnjë fjalë për ta përshkruar fiks dhimbjen që përjetuam, kam përshtypjen të gjithë neve tifozët e Tiranës atë ditë.
Tirana është klubi më i dekoruar i Shqipërisë, duke fituar gjithsej 52 trofe madhore zyrtare. Ndër rezultatet e arritura të Tiranës mund të përmendim 27 trofe të fituar në kategorinë superiore, 1 trofe të fituar në kategorinë e parë, 16 trofe të fituar në Kupën e Shqipërisë, 11 trofe të fituar në Superkupën e Shqipërisë dhe titulli finalist në Kupën Ballkanike në sezonin 1981-1983. Sërish për fatin tim të mirë ose të keq, dua të them, vitin që pasoi që Tirana luajti në kategorinë e parë, unë isha detyruar për hir të punës time të transmetoheshin ndeshjet e Tiranës dhe unë të isha në lidhje direkte nga stadiumet. Kam shkuar në çdo qytet ku Tirana ka luajtur, edhe një gjë më bënte habi gjithmonë, po edhe më kënaqte në mes asaj dhimbje të madhe të krijuar. Në përrethë Tirana është shpritur sikur ishte një skuadër që po vinte nga jashtë Shqipërisë, jo sikur ishte një skuadër e Shqipërisë. Aty kuptova që me të vërtet ky është një ekip shumë i madh. Jo më kot edhe titujt, edhe jo më kot edhe unë e doja kaq shumë. Kështu që viti 2018, le të themi, ishte shumë i vështirë për mua si gazetare, për mua si tifoze, edhe për gjithë skuadrën. Ama ishte një vit që përfundoi shumë shpejt edhe kam përshtypjen Tiranës së Shërbeu për të vënë mend edhe për të mësuar nga ai gabim fatal që bëm në 2017 dhe më pas historia ishte shumë e suksesshme. Dua ta lë në harres këtë moment të vështirë të Tiranës, edhe qoftë i fundit dhe besoj do të jetë i fundit, për të ndalur në një moment shumë të bukur. Ishte dhjetori i 2019-s. Neve siç dihet kishim shumë derbe që nuk i fitonim, unë në çdo derb shkoja me atë dëshirën e madhe dhe me bindje që këtë derb tani neve do ta kthejmë rezultatin. Nuk kishte ndodhur për vite me radhë. Ishte ide që do të inaugurohej stadiumi Arena Kombëtare edhe pikërisht u zgjodh derbi. Lagja 21 dhjetori në Tiranë i përket njësisë administrative numër 7 në kryeqytet. Lagja është emëruar kështu gjatë periudhës së regjimit komunist në nder të ditës së lindjes së Stalinit. Nëse do të rrufeheshin fjalëve të tifozëve, 21 dhjetori është një lagje me dominancë të tifozerisë bardhë e blu, por sigurisht kjo nuk mund të thuhet saktësisht, pasi si në çdo lagje tjetër të kryeqytetit, tifogrupet janë të treja skuadrave të derbit të Tiranës. Në këtë lagje nuk janë shënuar incidente mes grupeve të tifozëve. Si derbi nuk e kam parë tek paneli gazetarëve. Është e pamundur për mua që derbin ta shoh te gazetarët. Për mua derbi duhet parë aty në zemër të tifozëve. Nëse ti do që të shijosh me të vërtet ndeshjen më të rëndësishme le të themi Superligës shqiptare. Unë nisëm për të ardhur në stadium me shoqërinë time, si gjithmonë kemi shumë vite që vim së bashku edhe ndjekim Tiranën. Ama gjithë secili prej nesh kishte brenda vetes atë dyshimin që po bëm mos do jetë edhe ky derbi i radhës që neve do humbasim. Vim në stadium, madje kemi qenë këtu tek hyrja ku unë jam shumë pranë tani duke rrëfyer. Futemi, fillon ndeshja, goli i Tiranës, një atmosferë nuk di çfarë të them. Vjen goli i barazimit edhe aty si për herë na u pren gjunjët. Po vinte fundi i ndeshjes. Vazhdonte rezultati ishte 1-1, unë vazhdoja tifoja ja, ky muhabet është gjithmonë, Tirana këtë punë ka, nuk do vime në stadium, sa herë ju kam thënë, këto gjërat që kam përshtypjen çdo tifoz i ka thënë ato momentet e derbit. Nëse do të kishte pasur një kamera në momentin kur është bërë goli
e Tiranës, nuk e di se çfarë pamjesh tona të shpërfytyruara do të kishit parë. Mbaj mend që kemi bërtitur me të madhe, jemi përqafuar, unë kam qarë dhe nuk arrija as ta besoja dot atë që po ndodhte dhe zemra më rrita aq fort sa doja që të përfundonte ndeshja në atë moment. Kemi dalë nga stadiumi, unë edhe sot që po ju arrëfej, më kap ai emocioni brenda vetes edhe ai gëzimi i pa imagjinueshëm. Kemi dalë nga stadiumi duke bërtitur, kam shkuar në shtëpi edhe patjetër që babi im ishte gëzuar shumë, kishim folur dhe në telefon. Unë e kisha marrë dhe i tregoja live ato momentet, brohorimat e tifozëve, këngët e pafundme që kemi kënduar teksa dilnim nga arena kombëtare. Kam shkuar në shtëpi dhe akoma nuk e besoja dot që ne kishim fituar. Kam thënë një gjë atë ditë që ky ekip ma ngren zemrën pesh, edhe kam përshtypjen ky ekip do ma ngren zemrën pesh, edhe me ato rezultatet e këqija, po ai derbi ka qenë i paharrueshëm për mua. Zgjodha pikërisht këtë moment sepse kam përshtypjen që ky ishte momenti i kthesës për Tiranën edhe aty pastaj filloi çdo gjë edhe mori përmbar. Elvis Sina është lojtar me më shumë ndeshje në kategorinë superiore për Tiranën me 392 takime në 16 sezone. Indrit Fortuzi është golshënuesi më i miri të gjithë kohërave i ekipit të Tiranës me 152 gola në kampionat dhe 10 kompeticione europiane. Sina është lojtari që ka fituar më shumë trofe me fanellën e Tiranës, plot 20. Më pas vjen Nevil Dede me 19 trofe, Eldorado Merkoçi me 17 trofe dhe Devi Muka e Ervin Bulku me nga 16 trofe. Lojtarët më të njohur që kanë luajtur për skuadrën janë Selmaster Masi, Riza Lushta, Naim Kureziu, Slave Lambi, Skënder Halili, Fatmir Frashëri, Panajot Pano, Ali Mema, Petrit Dibra dhe Shkëlqim Muça. Fatkesisht, derbin 5-1 nuk arrita ta shija, po për një arsye shumë madhore, sepse unë sapo kisha mbetur Stazan, edhe kam ndjekur ndeshjen nga shtëpia me një emocion shumë madh, kthej kisha ato sikletet e Shtazanis, edhe kthej bërtisja për çdo gol të Tiranës. Edhe pikërisht tani, duke mbetur tek pjesa e të qenurit Shtazan, do më falni 2 minuta, sepse unë kam edhe një njerëz të vogël që do më shoqëroj me vete. Ky është ai njeriu i vogël i jetës time, që është njeriu më i madh tani. Gret ka qenë me mua në fakt në atë vitin e vështirë 2020 për hir të pandemisë. Fatmirësisht çdo gjë e kaluam shumë mirë. Dhe Gret ka ardhur me mamin në stadium që kur ishte te Barku. Ka qenë derbi luajtur po këtu, ka përfunduar 1-1, derbi i fundit i sezonit. Unë kam qenë diku në muaj të 6 e pak. Edhe kur bën golin Tirana, mami Gretit harron fare që e kishte Gretin të Barku, edhe hidhet. Dhe njëri nga ato xhaxhat që ishte aty në stadiumi, nga ato operatorën, kthehet nga unë thot, "Peana të lutem mama se po ndodh ndonjë gjë thot." Edhe pastaj kush merret, lek shoh. I thashë ajo nuk do na ndodhi asnjë gjë, se Greti duhet të mësohet me të qenurit tifozë të Tiranës, sepse nga familja e mamit vet, Gret praktikisht është brezi i 6 që lind në Tiranë. Pastaj, si një dhuratë shumë e bukur për mua, ishte edhe titulli kampion. Kam përshtypjen është më i veçanti për çdo tifoz të Tiranës, por për mua do të mbetet një kujtim që nuk vjen më kurrë në jetë. Sado herë të dalë Tirana kampion tani, erdhëm në stadium të dy së bashku. Mami ka qarë shumë atë ditë, unë isha shumë e lumtur që edhe Gret po e sillja le të themi
në këtë 100 vjetor të Tiranës si një simbol dhe gjithmonë me atë dëshirën e madhe që një ditë të bëhet futbollist dhe të luaj me Tiranën. Dhe mami arriti të bënte një foto me kupën kampion si për barkut, që nesër Gred ta ketë kujtim për veten e vet. E kam përshtypjen për mua ky është kujtimi më i veçantë dhe më i bukur nga Tirana dhe nga tifozëria për Tiranën. Megjithatë, mami sa u bë Gred një muajsh e pak, e çoi me vrap te stadiumi Selman Stermasi, i bëri ato fotot e veta ulur te pankina, duke i uruar gjithmonë që një ditë të lozi me Tiranën. Tirana është dashuria më e madhe e imja, e familjes time, edhe do doja shumë që një herë të vetëm në jetë ta shifja djalin tim të vishte fanellën e Tiranës, pastaj Letikit luaj ku të doj, përveç Partizanit, gjithmonë këtë e kemi shumë të qartë. Kështu që këto janë tre kujtime, do të thoja më të veçanta që më kanë mbetur në mendje nga Tirana. Pastaj, kujtime të shumta, copëza kujtime që mblidhen gjithmonë sa herë kur me shoqërinë kujtojmë ato bëmat, ato të bukrat, apo edhe i dhërimet e Tiranës në stadium. Ato derbit që jemi zhgënjyer, ato kortezhet e nisura me tifozët që nga shkolla e kuqe, udhëtimet në rrethe, të qëndruar në mes të shiut, në mes të diellit, çdo gjë. Sot që jam bërë mamë, le të themi, edhe kam përshtypjen nuk do kemë mundësi ta ndjek Tiranën me aq shumë ritëm sa e kam ndjekur më përpara. Dua të them që jam shumë krenare që kam zgjedhur të jem tifoze me këtë ekip. Më mirë nuk do kisha gjetur kurrë. Gred, mami edhe neve me Tiranën, se sa po të bëhet Gred të rritet dhe pak, paktën të bëj një vjeç, kam përshtypjen njeriu që do më shoqëroj mua në çdo ndeshje, do jetë djali im i vogël. Dashuria për skuadrën edhe për qytetin, se unë i kam të lidhura shumë ngushtë të dyja, patjetër që më ka ardhur nga familja ime, nga origjina ime. Unë jam tiranëse 24 karat, nëse do kishte edhe më shumë karat, do isha akoma edhe më shumë. Kështu që prej 6 brezash në Tiranë s'kisha me këtë isha tjetër përveç se me Tiranën, kështu që dashuria për skuadrën është ushqyer që fëmijë nga familja ime, nga baba im, nga gjyshi im. Në çdo moment është folur për Tiranën dhe në çdo moment është folur për Tiranën me shumë dashamirësi. Mbaj mend që diku në atë momentin që Tirana ra nga kategoria, kisha lexuar diku të një psikologu anglez që thoshte nëse skuadrës tuaj të zemrës i ndodh një ngjarje shumë e madhe, qoftë kjo një titull kampion ose një, nuk e di, edhe qoftë edhe fitore shumë e rëndësishme, ama edhe një disfaqe shumë e madhe, siç mund të jetë rënë nga kategoria, ka pasur klube që kanë falimentuar ose humbje të rëndësishme në histori, ndjesia që ju lë brenda vetes, thoshte, është njësoj si një ndjesi që kjo gjë i ka ndodhur një njeriu tuaj të familjes. Dhe në fakt, këtë gjë e provova vete dhe jam e bindur që është fiksa ajo ndjesia që ti klubin e shndron në një qenie njerëzore brenda vetes tënde, pavarësisht se është thjesht një klub futbolli dhe mbetemi në kuadratin e një sporti. Është pikërisht kjo ndjesia që ty t'le brenda vetes, është pjesa jote e familjes, sepse ti çdo fundjavë e kalon me ekipin tënd të zemrës. Tirana për mua, nëse do gjeja një fjalë në gjuhën shqipe që nuk është shpikur akoma për ta përkufizuar, po do thoja që Tirana është ajo pjesë e zemrës edhe ajo gjëja vogël që është shumë e madhe, që më shoqëron në çdo moment është me mua, ka lindur me mua dhe do vdesë me mua. Një moment emocionues në sezonin 2019-2020 në nisjet të tij, që në fakt mua nuk më lejohet të kem emocione në raste të tilla për shkak edhe të profesionit, ka qenë kur nga klubi drejtori sportiv Arp Laçi dhe Mario Nikolli, të dy miqtë e mi, më marrin në telefon dhe më thonë, Piana, të lutem, do vish pak me mikrofon të lexosh pak formacionin dhe të thuash 2 fjalë me që do të jetë ndeshja hapëse e kampionatit. I thash, me shukoj si do vi unë, shkoj në stadium. Zbres aty në fush, që isha mësuar në fush shumë herë, aq më tepër që isha me tifozët e mi. Dhe kur kam marrë atë mikrofonin, nuk e di pse, po më rrifte zemra aq fort, edhe po dridhesha, sepse mu duk sikur befas kisha një përgjegjësi shumë madhe, sepse mendoja, po sigur Tiranës tani ti eci ters, edhe do m'ngelte brenda vetes që ja Piana e nisë ti tani, edhe kush e di isha augur i keq për ekipin.
Fati im i madh dhe i mirë ishte që atë vit Tirana doli kampion, kështu që kam përshtypjen që ka qenë një augur shumë i mirë që e nisa vet atë kampionat. Sikur pas ka qenë shkruar që gjitha i vitit të fliste shumë mirë për mua. Gjatë atyre viteve në stadium kam shkuar edhe me babain tim, kam marrë edhe mbesën time me vete, do të shkoj edhe me djalin tim. Edhe pse do të jetë shumë i vogël për të vetëm në arsye sepse stadiumi është një vend për familjarët. Nëse ne do të shkojmë sa më shumë femra, nëse ne do të shkojmë me fëmijët tanë të vegjël, nëse ne do të shkojmë me familjarët tanë, atëherë jeni të bindur të gjithë që stadiumi do të kthehet një vend për familjarët. Nuk do të ketë më sharje, nuk do të ketë më dhunë. Nëse dikush shef që ti ke një fëmijë të vogël, jeni të bindur që nuk do ngrihet më edhe të shaj apo të bëj skena dhune, kështu që ju lutem, hajdeni sa më shumë në stadium, të edukojmë brezën e ri, të edukojmë fëmijët, të mësojmë edhe gocave që stadiumi nuk është vend vetëm për burra, është vend edhe për gra, nuk është vend vetëm për djem, është vend edhe për vajza. Kështu që sa po të rikthehen tifozët, ju lutem, trokisni në dyert e stadiumeve, blini biletat, kontriboni për klubin tuaj të zemrës, sepse jam e bindur që në një moment të jetës tuaj do të merrni një kënaqësi shumë të madhe nga ekipi i zemrës. Ndërkohë, nga momentet më pikante që mund të shkëpus në shkallët e stadiumet aty tek tifozët, e para njerë që më pëlqen shumë sa rreshon në ekran është banderola shumë e madhe, gjigande, dua të them që ka qenë për ulunin e Madnis. Jam shumë e lumtur që kam qenë poshtë asaj banderole, edhe sa herë shoh në ekran më fal një emocion edhe një vetë kënaqësi shumë të madhe. Një moment i vështirë që kam kaluar në stadium ka qenë fanatikët kishin bërë një dekor me disa qese plastike të bardha që ne kishim të vendosura në qafë. Madje sigurisht që gjithë duhet ta mbajnë mend atë se është mbushur gjithë stadiumi me atë dekorin. Mbasi përfundoi dekorin, ne i hoqëm qeset dhe sigurisht i hodhëm aty ku ishim. Duke qenë se tifozëria e Tiranës njihet që është shumë e zjarrt, pak më vonë filluan flakadanët. Dhe një pjesë e flakadanëve u hodhën në tokë pastaj, dhe ato qeset filluan të shkrinin dhe shkruar një tym që nuk do ta harroj në jetën time. Kam pasur një djalë shumë të vogël afër meje, ndoshta duhet ishte ke 10-11 vjeç, dhe ai shkreti shalli dhe gjysmë lart mua, gjysmë te veta vetë dhe mbanim që të kishim mundësi të merrnim frym. Edhe nga ajo dita kam zënë mend tani sa riki në stadium zë këto vendet që jam afër që mund të dal me vrap për të mos rrezikuar. Kurse një moment që nuk e harroj ka qenë sigurisht derbi. Fanatikët niseshin me kortezhin e tyre nga itinerari që bëjnë gjithmonë, edhe në atë kohë kishin bërë një arkivol dhe me demek kishin varrosur Partizanin, kishim shu Partizanin si shtufin. Dhe atë ditë nuk më pëlqeu për të vetëm në arsye se më krijoi një ndjesi shumë të keqe brenda vetes, saqë thosha bo, tani me këtë dekor shumë arkivol, inshallah nuk na ndodh me gjë që të humbi Tirana dhe Tirana nuk fitoi sërish atë derbi. Edhe më ngeli në mendje sa që i thoja këtyre jashtë, po mos kishim bërë atë arkivoli, ndoshta gjërat mund kishin ecur mirë. Unë jam me fat që kam qenë pjesë e tifozërisë së Tiranës, një tifozëri për të marrë shembull. Ama gjithmonë kam patur edhe këto kritikat e mia, le të themi në thonjza. Nuk më ka pëlqyer asnjëherë që rivaliteti i tifozërisë të vazhdoj në ekstremitet jashtë shkallëve të stadiumit. Kam përshtypjen të gjithë ne kemi miq familjar, kushurinj, madje ndonjëherë qëllon edhe babe birë janë njëri me Partizanin, tjetri me Tiranën. Edhe mbas atyre 90 minutave neve mbetemi të gjithë miq me njëri tjetrin. Për shembull, unë kam një shoqe, Trevisën, jemi njohur madje në një nga televizionet ku na ftonin për të folur si tifozë për derbin, dhe fati deshte që unë me Trevisën sot edhe të punojmë së bashku. Unë e dua jashtëzakonisht shumë fort, kështu që nuk ka të bëjë ndonjëherë që njëra është me Partizanin, tjetra është me Tiranën. Edhe në ato 90 minutat e derbit kemi qenë rivale me njëra tjetrën, ama kur përfundonte ndeshja, edhe kemi uruar njëra tjetrën, edhe kemi analizuar derbin me njëra tjetrën, kështu që unë do doja t'ju bëja një thirrje, po përfitoj nga rasti që le të jemi rival në nivele maksimale brenda shkallëve të stadiumit, edhe pastaj jashtë shkallëve të stadiumit le ta lëmë të bukurën që jemi thjesht njëri tifoz i Tiranës, tjetri tifoz i Partizanit. Jo domosdoshmërisht duhet jemi të gjithë tifoz të një skuadre, le të vazhdojmë të mbetemi miq,
le të vazhdojmë të mbetemi të flasim me kushëritë, se ka raste që edhe nuk flasin kushëritë me njëri tjetrin për këtë arsye. Ta mbushim stadiumin sa më shumë me shpresën që do rikthehemi tani shpejt në shkatën e stadiumit kjo pandemi të marrë fund, se na ka marrë shumë mall edhe të ngjiremi, se unë duhet të kujtoj që një 2-3 ditë mbas derbit rria edhe ngjirur në shtëpi, prisa sa të më vinte zëri, edhe le të na shërbej kjo periudha e pauzës edhe si një reflektim për ta shijuar akoma më shumë këtë futbollin modest që kemi në Shqipëri. Një gjë që nuk më pëlqen edhe që do doja shumë të ndryshonte këto vite është dhuna. Ju lutem, stop dhunës. Futbolli është për t'u argëtuar, është shpikur për të argëtuar njerëzit. Mos të marrim të shembull më të këqij të mundshëm të ultrazve nëpër botë. Ne jemi në Shqipëri, jemi vend i vogël, Tirana është sado qytet me 1 milion banor, tifozë janë pak që shkojnë në stadiume. Kështu që të mbetemi miq me njëri tjetrin, të ofendohemi në thonjza në 90 minuta, edhe të puthemi pastaj për pjesën tjetër të mbetur të ditës, të javës, derisa na vin ndeshja tjetër. Një ngjarje shumë e lezetshme ishte ditën që unë do të lindja. Unë vendosa të lindja me operacion, kështu që isha në kushte, isha okay, edhe me emocionet, edhe me humorin, dhe futëm në sallë. Ishte një djalë i ri, infermier kam përshtypjen, nuk e di mirë, kërkoj ndjes nëse gabova për titullin. Edhe më thot mua, po ti thot do bëket shumë, thot, edhe pas ke marrë, thot vetëm rroba të bardha, thot, s'ke një gjë blu? I thash dëgjoj. Çuni tim do avesh pastaj tash unë bardhë blu, po s'ka nga shkojnë ndryshe tash tifoz me Tiranën deri çuni im. Edhe fillon aty muhabeti, pastaj flisnin për ekipin, duke diskutuar merkato, pse iku Gent Muça, pse erdhi Gent Muça. Edhe ndërkohë isha duke pritur në sallë do lindja. Dhe kur dal nga salla, i them Kletit bashkëshortit tim, o Kleti tashun aty brenda te salla ishte një çuni, tash ishte me Tiranën, edhe u kënaqet tash po flisnin për Tiranën. Ati ke lutë mendshëm mua aty dhe kjo Tirana jote. Kështu që imagjinoni deri ku më ka shoqëruar Tirana.